Gjermania dhe Ukraina kanë rënë dakord për bashkëpunim gjithëpërfshirës në fushën e sistemeve të armëve, pavarësisht rezultatit të bisedimeve të vazhdueshme mbi një armëpushim të mundshëm. Sipas gazetës Bild, e cila citon burimet e qeverisë gjermane, të dy vendet kanë arritur një plan me 10 pika. Këto 10 pika konsistojnë në konsultimet e rregullta të nivelit të lartë mbi politikën e mbrojtjes përmes ministrive të mbrojtjes të dy vendeve, krijimi një zyre ndërlidhëse për industrinë e mbrojtjes ukrainase në Berlin, për të përmirësuar rjetëzimin me kompaninë gjermane dhe në të njëjtën kohë për të forcuar pikat e kontaktit për industrinë gjermane të sigurisë dhe mbrojtjes në Ukrainë, edhe përmes ambasadës gjermane në Kiev. Më shumë staf dhe më shumë përgjegjësi për zyrat e atashut ushtarak gjerman në ambasadën në Kiev, shkëmbimi vazhdueshëm i pikpamjeve mbi nevojat për armë, projekte të reja kryesore për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e përbashkët të armëve. Këto projekte synojnë të shfrytëzojnë rolin udhëheqës të industrisë ukrainase në dronë dhe teknologji të lidhura me to, transferim të vazhdueshëm të teknologjisë përmes edhe më shumë operacioneve të përbashkëta mbrojtëse me shkëmbim dypalësh. Kjo do të thotë gjithashtu se pajisjet mbrojtëse të zhvilluara në Ukrainë do të prodhohen në Gjermani. Ndërtimin e një alance të madhe për prokurimin e armëve me partnerët europianë në dobi të Ukrainës, duke përfshirë pjesërisht pajisjet e prodhuara në Ukrainë. Përdorimi i mundshëm i garancive federale për investimet në industrinë e mbrojtjes në Ukrainë, shkëmbimi vazhdueshëm i informacionit mbi ngjarjet në front, planet përfshin transmetimin dhe përdorimin e të dhënave të regjistruara digjitale të fushë betejës nga Ukraina, si dhe shkëmbimin e përvojës praktike mbi zhvillimin e teknologjive gjermane të mbrojtjes në Ukrainë. Një ndër pikat është dhe krijimi i mbrojtjes së veçantë antikorrupsion për marrëveshjet e armëve me Ukrainën.